politika, sidomos këtu në Kosovë, është një gjë shumë e re, se na nuk kemi qenë shtet kohë gjata, ashtu që ka akoma punë për të bërë, kanë akoma punë për të mësuar, edhe që me qenë lidera në fushën e politikës. Mendoj une, por bukur si mirë kemi arrit me gjithate. Unë e shoh me shumë pozitivitet arritjen që e kemi bërë si popull, si shtet i ri, ashtu që mendoj që shumë shpejt kena marrit edhe nivelet më të larta me gratë leadership që janë. Ki diçka që të pengon raport me gratë në politikë? Po, sulmohen gratë shumë përsëri, edhe në fakt të kthehemi pak e pas një gjë që mua më pengon në përgjithësi është që shumë veta e quajnë veten analista pa pas bagazh fare. Shumë veta edhe me të njëjtën anë edhe një pjesë shumë e madhe në Kosovë janë edhe poeta, pa e pas bagazhin, për shembull, unë s'di një poezi me shkruajt, por se nuk e kam atë bagazh. Por e kam parë se sidomos gratë që janë në politikë sulmohen shumë personalisht banë sulmet, nuk bahen sulmet për punën që e banë, për shembull, ose a banë do një gabim, nuk kritikohet puna që e banë, vepra që e banë, por personalisht ato akuzohen. Patëm rastin tani, për shembull, Saranda Bugujevci, apo? Ajo është për shembull shumë keq, Saranda 16 antar të familjes, është turp për neve me sulmu një grua të tillë. Mendoj une. Por, ja ku jemi. E situatën si është Albulena Agjiu që po propozohet për krye kuvendore? Nuk kam koment. S'ke koment. Ja. Zonja Demulli, sulmohen gratë në politikë si pas teje? Po, mendoj që po. Edhe pse s'është drejt, megjithatë u thanë shumë gjëra nga parafulësit, mendoj që nuk është drejt të sulmohet një femër me një reputacion, me një përgatitje, ose me një pozicion të tillë. U cek edhe për femrat që janë në vendimarrje. Po flas për nivelin lokal, mendoj që shumica prej tyre, domethënë për përgjegjësitë që i morën e kryen punën me jashtëzakonisht mirë. Edhe japin rezultate të jashtëzakonshme, sepse mendoj që janë shumë të përgjithshme në punën që e bëjnë. Jemi me të përgjithshme, apo jo, zonja Denis? Jemi vetëm fjallë. Edhe në drejtë se mos ma po jashtë. Unë vishë kësha dash me thonë që nuk, madje menoj që është seksiste me thonë që gratë nuk do të më sulmu, mendoj që në qofë se një gru në një pozitu dhejtëse bën një veprim specifik që është jashtë normave etike, morale, çfarë do qoftë, unë mendoj që duhet me tregu që nuk është i drejtë edhe duhet me argumentu jo për çështje tjera, apo për shkak të veprimit që shëta edhe ma herët. Mendoj që është shumë e rëndësishme mos me u favorizu në çdo aspekte, mendoj edhe burrat edhe gratë kushdo që bën veprime të cilat janë kundërligjshme ose çka duhet mu adresu, nuk mendoj që favorizimet ose çfarë do forme që një farë forme paraqet që gratë duhet me u trajtu në një formë tjetër, mendoj që nuk duhet me ekzistu, sa ato vetëm e krijojnë një ambient të çuditshëm që nuk është produktiv. Mendoj që gratë edhe në qoftë se sulmohen veç bëhen më të forta në qoftë se sulmi është përmbajtësor. Nuk pajtohen as për burra as për gra kur sulmohen për çështje banale, të cilat nuk kanë të bëjë kurrë me veprimet ose me pozitën e tyre, po detyrimisht sulmet përmbajtësore në qoftë se veprimet janë jo të lehtëshme ose edhe nuk i përmbahen rap standardeve tjera etike, morale, çka do që është, ne që në drejta dhe duhet mu botë të dy gjinit, zbën me elon njone. Po, në raport me punën,